Sot te Prati i Sportit Arjana Arapi këtu në Rrëshen, unë kam marrë të shoh në stërvitje U16. Është ekipi kombëtar që do të marrë pjesë në kampionatin evropian, Po, të quhet kampionati evropian. Mirë po, ku kam Kesin e njihni, edhe si volejbollist, po edhe si valltar. Por është kjo shoqja e Kesit që vjen nga Korça. Si ke emrin ti? Angela, ti je nga Korça? Po, nga Korça. Ju volejboll? Po, me ekipin e triturave. Të kujt? Skënderbeut. Skënderbeut. Do triturat janë nuk kanë moshën U19 U21 apo janë? Jo, ne kemi edhe grup moshat nga U16 deri te ekipi i parë, që janë në Super League. Po unë si vjetem e kam mbushur moshën, nuk mund të luaj me grup mosha, luaj vetëm me ekipin e parë. Në ekipin e parë. Në kohë që ti je libra, dhe më kanë thënë je nga librat më të mira që ka Shqipëria, a je me ekipin kombëtar? Po, jam me ekipin. Me ekipin kombëtar. Shiko tani, ka dhe i gjë. Që kjo është studente, mi pa di pse thirrën edhe po i gjë tjetër. Çfarë dege je si studente? Matematik fizik. Atje në Korçë. Po, në Korçë. Matematik fizik pra, ai kupton nuk ka zgjedh deg lehtë. Edhe është si puna ime që kam mbaruar matematik fizik, që kam mbaruar unë. Je nxënës e mirë? Po. Pse ke zgjedh matematikën? Në fakt nuk kam dashur të zgjedh matematik fizikën, kam dashur të zgjedh mjekësinë. Po. Po nga që mjekësia nuk ma mundsonte sporti. Se duhet të isha fokusuar 100% atje. Edhe kam zgjedhur matematik fizikën se ishte vetëm një anë që unë e pëlqeva nga të gjithë tjerat atje në qytetin e Korçës që ishte mundësia. A ka një lloj korrelacion lidhje mes matematikës, sportit kështu, sepse edhe sporti ka formula. Po, ka lidhje, po, paga Ti shumë. parasysh formulën matematikore, formula të fizikës, Newtonin e Merrat, domethënë që ti aplikon në sport tani. Të duket sikur e bën këtë. Shiko, tani ke ardhur nga Korça, tu lutu 16, çfarë do ti tani nga Korça që je me ekipin kombëtar, me ekipin e Korçës? Po, atëherë unë kam ardhur për Zysh Fjori, sepse për Zysh Fjori. Po, kam shumë përveç se mikesh, edhe profesore e du shumë, edhe ma ka bërë si ftesë shumë më parë që të vjen në Rrëshen edhe të rija me ta, edhe zgjodha këto ditë që ajo kishte edhe kombëtaren, vija mbase edhe mund ta ndihmoja deri diku. Edhe kështu, kam ardhur për të parë për Edhe i gjë tjetër tani, edhe i gjë tjetër se duke qenë gazetar legëmër në moment. Ka vënë në ekip jashtë vendit? Po, jashtë vendit kam. Kërkesa? Po. Si vjet nuk më kanë ardhur akoma oferta nga jashtë, përveç se Kosovës edhe Greqisë. Vjet kam pasur diku te 4 oferta, kam pasur Francë, Turqi, Itali edhe Greqi. I kam pasur këto 4. Po preferove mos më shku? Jo, nuk kam preferuar të iki sepse më duhet ta mbyll bachelorin e shkollës këtu. Edhe pastaj masterin mund ta rregulloj me shkollën që di për sezon provimesh. Edhe ti i thuaja. Bravo, atëre e fundit. Që ndoshenja për herë parë ke ardhur? Jo, kam ardhur Dhe fjala për ndeshje. Jo, po edhe për ndeshje, po kam ardhur edhe vit kesh pëlqen. A pëlqen? Po, më pëlqen, se njerëzit shumë të mirë. Njerëzit shumë të mirë, po edhe veni i mirë, si puna Korçës, ka gjelbrim, ka fumare, ka oksigjen, ka shumë. Bravo. Ishte shumë kënaqësi. Edhe si liber, se kemi parë çfarë fiton këtu, Vitore Tushën te ekipi i parë 107 vjetën. Lojtarë që ka kushtetuese, kanë disa vite ajo. Ka qenë lojtar ose Dranë Dedaj prapë që ka qenë këtu disa libra fantastike dhe librat janë pika si tush, është zemra, tamti e ekipit. Ashtu. Hajde bravo.